أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، falënderimet janë për Allahun xhalla xhelaluhu, salatet, selamet, përshëndetje dhe duat tona më të mira dhe më të sinqerta janë për më të mirin e gjithë bijve të Ademit alayhis salam dhe për më të zgjedhurin e gjithë zgjedhurve të Allahu Teala, Muhammedin të birin Abdullahut, familjen e tij të pastërt, sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë sunetin e pastërt Resulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Çdo sen që ka fillimin, e ka sigurisht se edhe mbarimin. Të gjitha krijesat e Allahu Teala e kanë fillimin e vet, për arsye se ekziston krijuesi, ai është krijuesi suprem, Allah subhanahu wa taala, dhe që të gjitha e kanë përfundimin e saj. Dhe një ditë që të gjithë ne do të shijojmë vdekjen. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thot Allahu Teala, çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Vdekjen e shijoi edhe baba i njerëzimit Ademi alayhis salam, edhe nana e njerëzimit Hawa alayhis salam. Vdekjen e shijuan edhe dashurit Allahu Teala dhe zgjedhurit Allahu Teala, pejgambert e Zotit. Që të gjithë pejgambert e Allahu Teala, që të gjithë e shijuan vdekjen. Ma e rënda për gjithë vdekjeve si përfaqet tokës ishte vetë vdekja Muhammedit alayhi salatu wassalam, për cilën vdekje thënë sahabët radiallahu anhum, pas asaj dite kur na vdiq pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk kishte më mërzi për ne, për arsye se kulminacioni i mërzive ishte ndarja e qenjes më të zgjedhur Allahu Teala për sipërfaqes së tokës, ai ishte Muhammedi alayhi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishte qenja më e mirë sipërfaqes të tokës. Muhammedi alayhi salatu wassalam ishte ai që ende e runte lidhjen vertikale dhe shpallej vahi. Dhe vdekja Muhammedit alayhi salatu wassalam normal ishte edhe ndërprerje e shpalljes qiellore. Sahabët radiallahu anhum, kur kishin ndaj problem, kur kishin nevojë për ditë diçka, kërkonin për Muhammedit alayhi salatu wassalam. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk e dinte, kërkonte për Allahu Teala dhe Allahu Teala zbriste Gjibrilin alayhi salam dhe informonte për pyetjet, për ndodhit, për gjërat që interesonin muslimanëve. E ndonjëherë u tregonte Allahu Teala edhe për intrigat, mashtrimet, rrenat e munafikëve dhe armiqve të islamit. Por ajo që është më rëndësishme të dimë është se nëse dashurit Allahu Teala kanë vdekë dhe janë nda prej kësaj bote, sigurisht se edhe neve do të vdesim dhe do të ndahemi prej kësaj bote. Thot Muhammed alayhi salatu wassalam, duje këtë dush, një ditë do të ndahesh prej tij, puno çfarë të dush, një ditë do të jep llogari për punën tënde. Sa i dashuri u nda prej dashurës vet, sa prindi prej vladit, sa e vladi prej prindit të tij, sa vllau prej vllaut, motrës së tij, sa shoku prej shokut, që të gjithë e shijuan ndarjen dhe vdekjen. Mirpo situata dhe çështja është me e ditë se sa jemi të përgatitur pas asaj e cila po na vije pas vdekjes. Dhe e dyta, se çfarë vdekje do të na prete neve. Kjo është shumë më rëndësishme me e ditë se çfarë vdekje është duke të prit ty pas kësaj jete të shkurt. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, do të vdesni ashtu siç jetoni dhe do të ngjalleni ashtu siç keni vdekë. Kishte prej sahabëve radiallahu anhum, që sikur një sahabi i një shok i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që në kohën e haxhit kishte ra prej devës dhe ishte thy qafa dhe kishte mbet në vend, kishte vdek
në advent dhe ishte me teshat e ihramit. Ishte kohë e haxhit dhe synonte kryerjen e këtij obligimit madhor, ai ishte obligimi i haxhit. Muhamedi alayhi salatu wassalam tha, varrosni me teshat e ihramit, për arsye se ky njeri në ditën e gjykimit do të ringjallët te Allahu Teala me fjalën labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Po të përgjigjem ty o Allah, po të përgjigjem se nuk ke shok, nuk ke rival, ti je i vetëm. Dhe paramendoni në atë gjendje do të ringjallët ai i cili ka vdekur gjatë periudhës së haxhit në teshat e ihramit. Shahidi do të ngjallet inshallah në ditën e gjykimit me gjakun e vet, me plagën e vet. Gjaku do të ketë erë të miskut dhe do të ketë dritë prej plagës e cila ka qenë vdekje pruse për këta ne. Me atë plagë do të ngjallet në ditën e gjykimit. Po çfarë thuhet edhe për ata njerëz të cilët kur vdesin duke bë haram. Ata të cilët bëjnë haram, ata vërtet janë guximtar të mëdhej, për arsye se e merr guximin e madh që në periudhën gjatë zinas ti, alkoolit ti, vjedhjes ti, marrjes së kamatës, hidhrimit Allahu Teala, ky e merr guximin që ndoshta në ato momente ka mundësi Allahu Teala më ardh dhe më marr shpirtin, dhe ky është guximtar që ja lejon vetës atë luks që me gjet Azraili e ky me qenë në kohën duke i dhënu Allahun Teala. Tregojnë për shembull disa musliman, unë këtu inshallah sonte do të jap shumicën e shembujve të njerëzve të cilët kanë pas përfundim të mirë, për shkak se kanë pas jetë të mirë konform urdhrave të Allahu Teala. Kanë punu ashtu si Zoti i tyre ka kërkuar. Me po kemi edhe përfundime të këqija të njerëzve. Shahun kujtohet mu një hoq gjatë kohës studimeve tregon në Arabi, thot ishim të ecë në rrugë dhe në rrugë shohim një ndeshje të komunikacionit, nalemi dhe dalem për të pa se çfarë ka ndodhur, a ka mundësi dikujt t'i ndihmojmë për atyne të aksidentuar. Dhe shohim thot disa të rinj në një automobil të cilët kishin bë ndeshje vdekje pruse dhe ishin momentet e fundit të jetës tyne në këtë botë. Dhe në vend se të shqiptonin shahadetin që ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, fjala e fundit fjala e fundit e dikujt për juve që e fletin këtë botë, nëse është la ilaha illallah dakhala al-janna, ky person do të jetë xhenetli. Dhe sa thot ky i cili kishte shku për t'ju ndihmu këtyne djemve të ri, thot kur ju afrum atyne të aksidentumve dhe po e shohim, ende ishte thot CD-ja, shihej se ishin të ndëgju muzikë, dhe sa në vend se të shqiptonte ky djalë shahadetin, thot përsëriste refrenin e fundit të këngës që ishte të e dëgju. Dhe ishte ende gjuha e tij, në vend se të bënte dhikr Allahun Teala, gjuha e tij vazhdonte që të bënte përkujtonte fjalë të kota të cilat pa kurfa mdyshje të ulemaja e dietarët islam është e ndaluar sikur që është çështja e muzikës. Andaj është shumë më rëndësi që tërë jetën tënde të jesh i përkushtuar në adhurimin e Zotit tënd, për arsye se ka mundësi që nesër Allahu subhanahu wa taala kur ta takon Allahun Teala të takon në gjendjen më të mirë, që Allah me ta mundësu edhe vdekjen e mirë. Se nëse jeton jetë të brisht, edhe vdekja ka mundësi me të ardhë e tillë. Sa njeri neve i shohim për rreth nesh të cilët nuk falin namaz, nuk vinë për të falë xhumë, lejmë namazet e përditshme, dhe kur u thu ty atyne pse nuk vjen me falë namaz, përgjigja e tyne është ka vakt hoq, inshallah do të vim, po kismet ko me ardhë, mirë pa i ban 20, 30, 40, 50, 60, do shta 70, 80 vite dhe kur kama e ti nuk shkel në xhami përveç kur e bjerë xhamati i shtrim në tabut. Dhe është përfundimi shumicës e njerëzve të popullit ton ardhen në xhami. Asnjëri prej tyre nuk e anashkalon ardhen në xhami.
shumicën e rasteve, edhe më të këqit e njerëzve, të cilën ndoshta edhe janë duke i luftu me gojë fen, neve po i shohim se familjarët e tyre po i binë nëpër xhamia dhe që i thot popullin gurin e sallatashit, vjen edhe i falet namazi i gjenazës. Familjarët duhet këta njerëz të cilët e kanë luftu dinin, sikur që po e shohim në faqe të ndryshme të internetit, njerëz të cilët kanë islamofobi, kanë urrëti ndaj islamit, duhet që edhe momentet pas vdekjes më u tregu tjerëve se ky ka qenë dushman i islamit, ky ka shoh Zoti, ky ka shoh pejgamberin selam dhe smeriton me u fal gjenazja edhe me ala gjenazën personit në fjalë. Por, në raste tjera normale, shumica dërmuese e popullatës vinë edhe i falet namazi i gjenazës. Pse po pret me të punë të tjera, vëlla? Pse ti vetë nuk vjen në shtëpi të Zotit me qenë mysafir me komt e tua në shtëpi të Zotit? Ne kem pa për shembull shumë prej muslimanëve të parë, të cilët nuk kanë qenë ata që tjerët pas vdekjes i kanë pru në xhami. Përkundrazi, ka pas shumë prej tyne që edhe në momentet para vdekjes, kur kamët e tyne nuk kishin fuqi për të shku vetë dhe kur fuqia fizike i kishte lshu, fuqia shpirtërore ishte ende e fuqishme që ata të kërkonin që tjerët t'i merrnin edhe t'i dërgonin në shtëpinë e Zotit. Dhe donin deri në çastet e fundit t'i përgjigjeshin thirrjes së Allahu Teala që e bën nëpërmjet muezinëve në xhamiat në shtëpiat e Zotit në këtë botë. Sahabët radiallahu anhum tregojnë se të smundit e tyre përkundër asaj se ishin dobësu shumë fizikisht dhe i kishin momentet e fundit të jetës tyre, e shihi e thot sahabia që i binin dy veta, e kapnin nërsjetull të smundin dhe e sillnin në xhami për të fal namazin me xhamat. Pse e bëni këtë punë? Tregon sahabia dhe thot, kur e dëgjoj ezanin, kërkonte prej çnoshëve ta dërgonin në xhami. Dhe kur i thonin atane, pse po lip me shku në xhami kur je i dobët, kur nuk e ki fuqin, dhe Allahu Teala ta ka arsyetu mos daljen tënde me fal namaz me xhamat së bashku me muslimanët e tjerë. Dhe sa përgjigjej sahabia dhe thoshte, vallahi kur po e ni thirrjen e muezinit, hayya alal falah, e janë shpëtim, dhe po i shoh muslimanët, vllazërit tanë që po i përgjigjen thirrjes së thirrësit Allahu Teala për të shku mysafir në shtëpinë e Zotit, dhe ai muezin po i thirr, e janë shpëtim, po kam frikë se të tjerë të shpëtuan, veç unë jam ai i shkatrumi. Të tillë kanë qenë ata të cilët kanë respektu urnat e Allahut Teala dhe kanë ditë se do të dalin para Allahut Azza wa Jall. Ata ne asnjëherë nuk kanë ndajt indiferent, përkundrazi janë mundu gjithsesi me qenë për atyne që kur dëgjojnë fjalët e Zotit me thonë sami'na wa ata'na, dëgjum dhe ju nënshtrum fjalës së Allahut Teala. Për shembull, Amir ibn Abdullah ibn Zubair ka qenë njëri prej këtyre muslimanëve që përkundër asaj që ka qenë në shtratin e vdekjes, ishte gjendje shumë të rëndë dhe gati se për me dorëzuar emanetin e shpirtit tek meleku i vdekjes, kur e nin ezanin për namazin e akşamit dhe shpirti gati se kishte arritën fytin e tij, thot merrni edhe më dërgoni në xhami. I thënë, ku po don me shku në xhami, shoqë çfarë gjendje je? Thot, wallahi, jam të dëgju zanin e muezinit. Dhe kanë qenë shumë ndihshëm. Amir ibn Abdullah ibn Zubair është djali sahabis. Abdullah ibn Zubairit. Zubairi ka qenë Zubair ibn Awam. Ka qenë këto gjeneratat të arta të islamit, që kur kanë dëgju se po thret muezinin xhami, s'ka pas arsyetim te ata se unë nuk du mi u përgjigj thirrjes së Allahu Teala. Muhamedi alayhi salatu sallam në herë ardh Ibn Maktumi muezin
më vonë u bon xhamit Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ishte i verbër. Dhe i tha ja Rasulullah, nuk po kam gjithmonë dikant i cili ka më marr mua dhe ka më përcjell, ka më sjell deri në xhami. A ka mundësi që mos t'i përgjigjem thirrjes së muezinit? Kishte yzer, kishte arsyetim, se s'kishte kush me e pru, me e sjell në xhami. I tha Muhamedi alayhis salam, e ke lejen. Dhe kur e kthen shpinën, Ibn Maktub, ky sahabi i ndershëm, zbret Gjibrili alayhis salam dhe ja tërheq vërejtën Muhamedit alayhis salatu wassalam pse ja lehtësova atij. Pastaj e thret Muhamedi alayhis salatu wassalam dhe thot: "O filan, nalu. A tasma'u an-nida?" Apo e nin ezanin, apo e nin thirrjen e muezinit? Tha po. Qala fa ajib. I tha Muhamedi alayhis salam, atëherë përgjigju thirrjes së muezinit. Nëse sahabia, muslimani i verbër, nuk e arriti me e marr arsyetimin për mos me dalë në xhami, me fal namaz me xhamat, çfarë thuhet për vëllezërit to? E kam fjalën për namazlit, të cilët edhe kur dëgjojnë ezanin, vazhdojnë me ahengjet e dunjas, me përcjelljen e ndeshjeve sportive, serialeve edhe gjanave tjera të cilat jo që nuk do të jenë dobinë e tij, por do të jenë në dëmin e tij. Çfarë thuhet për ta të nderuar vëllezër? Nësa shiqo për shembull ky tabiin kërkon që ti përgjigjet zonit muezinit dhe marrin e dërgojnë në atë gjendje me përcjellës, e fusin në xhami dhe futet në namaz dhe e fal një rekat me imamin, dhe kur shkon në sejdë nuk ngritet më prej sejdës, Allahu e nderon me një vdekje të tillë, i përulën para madhnisë, Allahu Taala e dorëzon emanetin, shpirtin dhe ja marrin me laçet e vdekjes emanetin Allahu Taala prej trupit dhe në këtë formë përfundon jeta e tij. A ka vdekje më të mirë se meleku i vdekjes me ta marrë shpirtin e tij me qenë në sejdë duke e madhru madhninë e tij? A ka vdekje më të keqe se Allah i na ruajt me të zonë në zina, me të zonë s'ke fal sot sabah, s'ke fal drejt i qindi akşam? A ka vdekje më të keqe? Çfarë gjevapi, çfarë përgjigje kemi i thënë vëlla, edhe ti motë, çfarë kemi i thënë Allahut tanë? Cili është arsyetimi yt? Mosha. Çfarë arsyetimi kemi i dhënë neve Zotit, edhe me i thënë vëlla, s'unë jam fal. Cili është arsyetimi yt? Sa puna e parë që do të japim llogarinë ditën e gjykimit për këtë veprave, vepra e parë që do të pyetet robi për të, ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, është namazi. Atëherë ç'është puna e shumicës prej prindërve tonë, vëllezërve tonë dhe shoqërisë tonë që fare nuk dëgjojnë dhe nuk i përgjigjen thirrjes së muezinëve. Thirrjes së Allahut para së gjithësh. Muezini nuk është asgjë përveç se i angazhuar pranës Allahu Teala që t'i thretë njerëzit që të bëhen mysafir në shtëpi të Zotit, mirë po jeta e kësaj botës e shkurt për plot mashtrime ka mashtru shumë prej muslimanëve dhe i kalon që të mos i përgjigjen Allahu Teala dhe të përfundojnë jetën me mangësi të shumta. Abdurrahman ibn al-Aswad ka qenë një musliman tjetër i cili duke qenë në shtratin e vdekjes fillon me qajt dhe i thënë: pse po qanë? Ti ke qenë një orë për ibadet, ti ke bë ibadet shumë, ti ke qenë njeri i cili je bind urnave të Allahu Teala. Ç'është puna jote? Pse qanë ti, o Abdurrahman? Dhe ky përgjigj dhe i tha: nuk jam të i qajt vdekjes. Muslimani nuk i tutet vdekjes. E pashni, e dëgjova një ditë një fjalë turqisht dhe më pëlqeu shumë. Po thot: parası olan pazardan korkmaz, ameli olan mezardan korkmaz. Ai që ka parë, ai stutet prej pazarit, prej tregut. Del sa kushton çmimi, kushton kaq aq, e blen, sa e ka para. E sa thot ai që ka amel, ai që ka vepra të mira, ai stutet prej vdekjes. Ai veç friksohet, a thu Allah mi ka pranu, mirë po ka shpresën e madhe se unë inshallah jam munu me temën me ju përgjigj urdhresave të Allahu Teala dhe të Muhamedit alayhis salatu wassalam.
Neva e kemi atë guxim me kërku vdekjen, me thonë, o Zot, unë jam i gatshëm me ardhë sot te ti. Me ardhë sot, që tash për shembull, dikush edhe me na pyet, a jeni të gatshëm me dhon shpirtin për hir të Zotit? A jeni të gatshëm? Çfarë gjawabi kishe me i dhon? Tu e ditë se Allah e ka më pyet mu për namazin, ka më pyet për shamin, ka më pyet mu për agjërimin, ka më pyet për zakatin, ka më pyet për haxhin, kom pas mundësi me shku në haxh. Mi po jem lazdru, si vetë kom shku në dërs, mëse në Lëqin, mëse kom këshyrë në Turqi, mëse ne kom këshyrë dars, më të shtrajta mi bë, kom këshyrë mi ndru koltuqe, gjdo 3-4 vjet, 5 vjet, dhe e ke ana shkalu, mi u përgjegjë thirrjes Allahu Teala me qenë në qapë. A je i gatshëm sot me dhon emanetin, shpirtin? Shpirti është emaneti Allahu Teala në trupin tonë. Sigurisht se secili prej neve ja vlen me medituar këtë çështje dhe me mendu, a jemi të gatshëm me u ballafaqu me vdekjen, nëse vdekja na vjen sot. Edhe kur i than Abdulrahman ibn al-Aswadit, kur i than atëherë pse po qan, masi nuk po i friksohesh vdekjes, tha po qaj dhe jam duke u mërzit që s'ka me fal namaz edhe s'ka me agjëru. Muslimant e mirë qanin pse s'ka me pas mundësi më si përfaqe tokës me lartësu emrin Allahut, që s'ka me pas mundësi më me bë ibadet, për arsye se e dinin se me anë të ibadetit e fitojnë xhenetin. Me anë të ibadetit fitohet xheneti. Që për shembull ka qenë Abdullah ibn Idris, po ashtu një musliman tjetër në të cilin e kishin kap dhimbjet e vdekjes dhe kur e sheh në atë gjendje babën e saj, një çika e tij fillon me qajt. Edhe i thot ky bijës vet kur e sheh se ishte tu mërzit, i thot, mos qaj oj bija ime, mos u mërzit, thot se baba jot është përgatit për këtë vdekje. 4.000 herë thot e kom lexu Kur'anin, 4.000 herë e kom bë Kur'anin hatme. Dhe nëse e bën hesab Allah, 4.000 herë për 50 vjet, nëse ka lexu Kur'an, i bjerë që ka bë hatme çdo 4 ditë e gjysmë. Sa muslimani janë sot nuk din asë një shkronjë të Kur'anit. Nuk din me lexu Kur'an. Çfarë arsyetimi ki? Mundohet gjitha kurset me i kry edhe për kompjuter, edhe për atë, edhe për këtë, dhe sa nuk e kryen një kurs ku ka me mësu elifun, ba'un, ta'un, tha'un, gjimun, ha'un, kha'un, dalun, dhalun, ra'un, za'un, sinun, shinun, sadun, dadun, ta'un, dha'un, aynun, ghaynun, fa'un, qaf, kafun, lamun, mimun, nunun, wawun, haun, jaun. Alfabet arab, 28 shkroni. Mos më mësu me lexu mesazhin e fundit të Zotit që ja ka dërgu njerëzimit. Që më pengon njëve? Lazrilëkullah. Na s'kemi vakt me mësu Kur'an për arsye se do të me këqyr sportin, do të me këqyr serialet, do të me dalë në për kafene, sot më ka thira i shok, nëse ku me dalë macchiato me pi, me këtë dhe ma atë, me kalu kohën kotë sa koti. Me këqyr me atane, që bon që ki programe, që ai programe, ndërsa s'ka vakt me mësu Kur'ani, subhanallah, që për çdo shkron e ka 10 sevap. Alif, lam, mim, 3 shkronja, që automatikisht ka tha Muhamedi a.s. i ki 30 sevap. Elifi e shkron, lami shkron, mimi shkron. Sa ky 4.000 herë, lexon librin që i ka 6.000 kusur ajete ose 600 kusur faqe të mushafit. 4.000 herë, do, 4.000 herë. Çdo 4-5 ditë ka bë hatme të Kur'anit nëse llogarisim mesatarisht. Dhe vazhdoj gjua e tij masi ja tha këtë fjalë çikës vet, vazhdoj me lexu Kur'an dhe Allahu Teala në atë gjendje ja mur shpirtin. Çështja tonë ashtu dhe vdesva. Aja të në fillim që e përmenda, a i vdiq dhe përsëriste gjua e tij kongët. Ripiti bëjk. A i kongë. Dhe sa gjua e këti, Kur'an. Unë vetë kam pa një hoq plak Allah e gjennet e baftë. Kur ka qenë i vogël, kemi miq të familjes, atë familje, Zoti i rujt, unë vetë i kam pa atë plakun, Allah e gjennet ja baftë, nuri e baftë vorën e ti, që kur flinte në gjumë, qatë shumë lexon të Kur'an,
Qatë shumë lexonte Kur'an, në gjumë, kur flinte, se plak ishte, ai në gjumë lexonte Kur'an për menç. Edhe e recitonte pa vetdije, ai ishte ende gjuha e tij e lakt me dhikrin e Allahut Teala. Dhe sa të ne që hajni njerës në gjumë, të na një dolavere që i ka bot ditën, ose që i ka met marak na i femen, oj, do dije, oj, ja, filona, ose endë. Kësi lafe me i dalë prej gojës. Përndaj, se cili, le ta di se kam jartë vdekja, ashtu si që ka jetu. Nuk ka qenë vetëm muslimanët ata të cilët janë friksu vdekjes, po kanë qenë edhe sundimtar të muslimanëve. Muslimanët e këtil kanë pas edhe sundimtar të mirë. Muslimanët e sodit i kanë edhe sundimtar të këqij. Muslimanët e sodit që s'falin namaz, rrejnë, mashtrejnë, vjedhin, bëjnë dallavere, i kanë të tillë edhe udhëhecit e tyre. Prandaj hiç s'ka nevojë me i shoh udhëhecit e vet muslimanët e sodit. Edhe çfarë më thon, valla po vjedh filoni, ata po vjedhin, e po marrin korrupsionin, nafi, kanë ishin kont pa ftyre, bla bla bla, se në të tillë. Kema takunu ju alla aleikum. Qysh jeni, ashtu kanë më ardh sundimtarët juve mbi kokat e juve, thot Hazreti Omeri radhiyallahu anhu. Nëse jemi të mirë, sundimtarët kena me i pas të mirë. Nëse jemi 3-4 vet të mirë neve. I pestja më në ardh neve një idehun edhe me thonë, unë jam udhëheci juj. Dhe ti e këshër facën, është idehun është ki. Kush e len për e neve, namazdive, dehurin me qenë lider i uni. Cili për e namazdive kishte me elon që një jo namazdi, një hajn, një keq, një rëndësan me na prin. Sigurisht sa asë një namazis kishte me pranu, që në grupin e vetë 4-5 veç, me pas njëni lider të ti. Nëse si popull kemi lider të ti, kjo do të thotë se shumica prej neve, jemi të tillë, andaj edhe qesim votën për të tillët. Për ne nuk është problem sa ai nuk fal xhumë. Për ne nuk paraqet problem për popullin ton, për të zgjedhur lider njerëz që kur nuk i sheh ditën e xhumës pak. Kur nuk i sheh mysafir në shtëpinë e Zotit. A paraqet problem? Jo, nuk po paraqet problem. Atëherë nëse nuk paraqet problem, pse se ki mysafir të Zotit, atëherë ja po fsherrin liderit ti, edhe askënd mos e fajso për gjendjen tënde. Dhe muslimanët kur kanë qenë të këtill, që kanë lexuar 4000 hatme, kanë pas liderët e vet, vëllai jam më të mirë. Ata kanë pas edhe lider të mirë. Që për shembull Harun al-Rashid, i cili kur kishte pa një herë rreth të shku dhe nuk kishin lshu shi në tokën ku ishte halifja, po kishin vazhdu më të tje, i tha ky rreve, shkoni ku dëni shkoni, se haraxhi yt. Haraxhi është taksa që e paguajnë muslimanët 1/10 ose 1/5, të cilën e kanë muslimanët, të cilën e kanë 1/5 muslimanët që e paguajnë për këtë bereqetin e tokës. Muslimanët janë ata të cilët prej bereqetit të tokës paguajnë 1/5 e prodhimeve bujqësore. Dhe ky quhet harax. Sa halifja i muslimanëve fare nuk e kishte dert pse shiu nuk po vinte në tokën e tij, por po shkonte në tokë tjetër, për arsye se aq shumë ishte i përhapur shteti islam, sa që kudo që të shkonte shiu, do të vinin të ardhurat në arkën e muslimanëve. Dhe një sundus i këtij fuqishëm, më i fuqishëm i kohës së vet, kur jap momenti i vdekjes, i të bëj që të gjithë ushtarët e vet. Tha të bëma një ushtrin, dhe le të vinë me armatimin e vet. Dhe erdhen ushtarët e tij 20 desa kanë qenë para syve të tij. U renditën ushtarët se halifa i muslimanëve kishte kërkuar që ata të vinin dhe të renditeshin para halifës, sundimtarët muslimanëve. Dhe sa ky ishte në shtratin e vdekjes. Dhe kur i pa gjithata ushtar, dhe sa vetë ishte sundimtari i tyre për tani, i përgatitëm me dorëzu emanetin tek Allahu Teala, i çoi syt drejt qiellit dhe i tha Allahut subhanahu wa taala:
o ti që nuk të kalon sundimi kur, o sundimtar që s'të kalon sundimi kur, mëshiroje këtë poshtë që vetëm tashmë i ka kalu sundimi. Kërkon të mëshirë të Allahut Teala. Nuk rrinte me qiber, nuk rrinte me medëmasi, edhe pse ishte i njohur si burr shumë i devotshëm, saqë tregojnë që kur ishte në vetmi qante për frikës Allahut Teala për shkak përgjegjësisë madhe që kishte dhe numërohet prej halifëve shumë të drejtë që ka pas ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Qante aq shumë saqë i lagej mjekra e tij prej lodhve të cilët kishin rrjedh prej frikës së Allahut Teala. Që halifën tjetër të muslimanëve Abdul Malik ibn Marwan, i cili njëjtë kur erdhën momentet e fundit të vdekjes, këta njerëz të cilët kanë jetuar me Islam, andaj edhe vdekja ju ka ardhur pa e harru Zotin. Sot muslimanët po turpnohen për ezanit. Sot muslimanët po turpnohen për fjalës la ilaha illa Allah. Sot muslimani turpnohet për mjekrës. Sot muslimani turprohet për shamis. Sot muslimanët turprohen për identitetit të tyre. Atëherë çfarë mund neve të presim për tjerëve me të respektu? Kur ti turpnohesh për fenë tënde, çfarë pret për tjerëve? Asgjë mos prit për tjerëve se kanë me të respektu. Se e shohim se ti nuk je të respektu fenë tënde dhe identitetin tënd, të tjerët më pak të respektojnë. S'ke çka turpnohesh që je musliman. Përkundrazi, duhet të jesh krenari që Allahu Teala të ka udhëzuar fenë e pastër dhe të vetme të pranuar të madhnia e tij. Abdul Malik ibn Marwan, kur e pa që ma vetëm po e dorëzon shpirtin, tha, hap më një dritarën, kërkoj që të afrohet afër dritarës rreth rrugës dhe e pa një dyqan të një shitësi të thjesht atyne i cili lante rrobat e njerëzve, i pa ata të cilët i pastronin rrugët dhe tha, sa kisha pas dëshirë të isha si kur këta njerëz të thjesht të rrugës, të cilës kanë pas kësi përgjegjësi të mëdhaja. E ka pas përgjegjësinë e namazit vetë, familjes vetë, po s'ka dhënë përgjegjësi për ummetin, për muslimanët e tjerë. Prandaj thot Muhamedi alayhis salam, zgjidhni për udhëhec tuaj njerëzit të cilët nuk dojnë me qenë udhëhec tuaj, se e din frikën e përgjegjësisë, dhe mos i zgjidhni për udhëhec tuaj ata të cilët e kërkojnë udhëhecinë. Për shka njëri lyp me qenë udhëhec i tjerë? Më zgjidhni mu të nderuar vëllezër e bashkëmbës të mije, bla bla bla, muhabetet të tjera. Unë jam i sinqerti, unë jam i drejti, ata po vjedhin, ata janë kështu, nëse mu më zgjidhni, e sheni ma se që ju bëjo ne. Ma zisa i pari, kom jo bo. Ai që e lyp përgjegjësinë e liderit, ajo është diçka, ose është ka e kërkon për shkak prestigjit, që ti thua që është kryetar ose është lider, ose është ka e kërkon shumicën e rasteve për shkak hajnisë. Për arsye se e ka pa që është mjet shumë i fuqishëm për mu pasuru në mënyrë të shpejtë, sikur tash jemi të pa nëpërmjet tenderimeve të ndyshimta dhe gjanave të tjera të ngjashme. Dhe sa muslimani i sinqert, që i ka të ndalu me dallaveret, ai nuk pranon me marr përgjegjësinë edhe të tjerëve mbi supet e veta. Edhe Abdul Malik ibn Marwan thoshte, sikur të kisha qenë të jetën një njeri i thjesht, i cili ka qenë ndoshta hamal ose hizmetçar dhe i ka pas veç derdin e bukës vet, familjes vet dhe dinin e vet, dhe si e përgjegjësi për ummetin e tij. Këta janë musliman të cilët kanë pas derd me çfarë bagazhi kanë me taku Allahun subhanahu wa taala. Me çfarë bagazhi ki me taku Zotin tënd. Si e sjell me gruan tënd, emanet e ki për Allahu taala. Si e sjell me prindërit, si e sjell me vllazën, motrat, si e sjell me shoqëninë tënde, si e sjell me punëtorët e tu, si e sjell me shefat, punëdhënësit e tu, si e sjell me njerëzit përgjithësi në rrugë, musliman qofshin apo jo musliman. Për çdo send do t'japim llogari. Nuk ka send të pashënuar në regjistrin e veprave tona. Edhe sot e kësaj dite neve kemi musliman të mirë të cilët kërkojnë përfundim të mirë. Në vitet 90 më kujtohet, isha si student atëherës, pat
pa të përfunduar një përfundim të keq, ka pas një anije e Egjiptit atëherës, ka qenë Salim Express, dhe ktheheshin prej haxhit haxhit dhe vdiqen me qinda haxhiler. U fundos një anije e tërë dhe tregon njëri prej mbijetuarve, tregon rastin e gruas së tij, e cila gru kishte qenë grua e devotshme, po kthehej prej mysafirllëkit Allahu Teala dhe në atë rrugtim po i ndodh fatkeqësia në fjalë dhe po fillon me u përmbyt anija e tyne. Ajo ishte në kabinën e saj dhe po kërkonte shamin që ta vendoste. Sa të gjithë i kishte kap paniku dhe kërkonin me dalë me të shpejt, dhe sa ajo mundohej me imbulu flokët e saj. Dhe po i thot burri, eja më shpejt se u përmbyta. Ajo po i thot, prit, se s'muj me dalë pa imbulu flokët e mia. Po eja më shpejt, rrugës e ndreq, vallahi thot, nuk du të më takoje vdekja, e une të jem femën që se kom respektu urdhnin Allahu Teala. Prit, thot e prita, rregulloj, e bani shamin se duhet, pastaj dolëm, thot, jashta kabines, jashta. Dhe e pam se ishte përfundim e sipër, nuk kishim rrugdalje, anijave që kishte fillu përmbytjen e vet. Dhe kjo gru e ka për burrin e saj dhe i thot, a je razi, a je e knaqme me mu? Ky thot, mundohesha mi largu pak vëmendjen e saj. Pasha Allah më trego, a je e knaqme me mu? Ishte muslimane e devotshme në plot kuptimin e fjalës, e cila e dinte hadithin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që thoshte pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse një grua muslimane e devotshme vdes, e ka namazin tamam, e ka agjerimin e muajit Ramazanit tamam, dhe burri i saj është i kënaqur me ta, Allahu Teala dërgon melaqet dhe i thënë, zgjidh një prej 8 dyrëve të xhenetit, në cilën derë xhenetit po kërkon ti me hy. Zgjidh. Dhe kjo e dinte këtë hadith dhe e pa përfundimin se nuk kishin rrugdale përveç se duhet me dorëzu emanetin e shpirtit, se po shifet se jemi duke u përmbyt. Dhe derdhin e fundit e kishte me marr halallëk prej burrit. Dhe thot, i thash vallahi jem razi, Allah i qoftë razi me ty, qoftë i knaqë, se vallahi jem i knaqë. Thot atëherë busqeshi dhe u gëzu shumë, dhe ma nuk më ka fol asnjë fjalë, përveç se përsëriste shahadetin, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dhe në atë gjendje e arrin vdekje. Dhe bënte dua burri i saj, i përlotën për gruan e tij të devotshme. Cila gru sot është e këtill o vllazë. Nëse ka të këtilla, lum për to, që dyert e xhenetit të hapura krah janë duke i pritë inshallah në ditën e gjykimit, të cilat e kanë dert kënaqësinë e burrave të tyre, të cilat e kanë dert burri im, a është i kënaqur me mua apo nuk është i kënaqur me mua. Sot si sillen gratë. O i gru merr halallëk prej meje, më ti do të më marr halallëk prej meje. Sa ymrin ma ke hongër ti, kosh je kon ti, kur je kon i ri, ti qa lyp, po s'kam qa të bëj, se s'kam ku e thej qafën, se bla bla bla, fillon mja përmend të kalume. Se muslimonja mirë, muslimonja devotshme, edhe nëse ka pas në i zullum, e dim se me gjithat, ky është xheneti im, dhe nëse ka bo të obe është kthy, mundohet përsëri me bashkjetu, mirë me tëne, dhe me lyp halallëkin e burrit të vetë, për me pas një përfundim të mirë në xhenetit Allahut Teala. Për shembull, më shiqeni Abdulhamid Kishk, i cili është një prej hoxhallarëve më të njohur që një bota arabe në këto dekadat e fundit. Ka vdek, rahimahullah. Ka qenë diku 14 vjet të fundit të jetës vetë i ndaluar prej pushtetit zullumçar të Mubarakut që të mbante hutbet në xhamiat e Egjiptit. Ka pas mbi 2000 incizime audio dhe video të ligjëratave dhe tubimeve të tij. Ka qenë shembull i oratorisë së fuqishme prej minberit. Për arsye se kur ngjallen minberat për hoxhallarëve të gjallë, ngjallet edhe xhamati. Kur ngjallet xhamati, ngjallet ummeti ndër vëllezër. Kur ngjallet ummeti, vallahi ka më ngjall edhe njerëzimi për këtij zullumit të madh që i ka kaplu tër globin tonë. Dhe ky ishte për këtyre burrave të gjallë që bën të davet fuqishëm.
Edhe pse nuk konsiderohet për dietarëve të mëdhtë ummetit që jep fetva, për ka qenë davetçi i fortë, i fuqishëm, që ka pas ndikim të madh fjala e tij në masat e gjëra për shkak sinqeritetit të madh që e ka posedu dhe si të tillë dëshmojnë për Allahu Teala, inshallah Allahu e ka mëshiru. Dhe e kërkonin në vende të tjera arabe që të vinte tek ata dhe i jepnin pozita të larta, udhëhecë në ministrit e tyne për çështje fetare, se ishte njeri të cilin bota islame admironte dhe e donte. Mirë po, ai i refuzonte të gjitha postet e dunjas. Ai refuzonte postet e dunjas. Një ditë për shembull tregohet, sabah për sabah ka marrë edhe pja lexojnë gazetën, ka qenë i verbër, nuk ka pa. Dhe të ja lexon një ditë njëri gazetën, thot si duket ka problem me kullën në Pisa në Itali, edhe thot nëse nuk intervenohet së shpejti në merremetimin e kullës së Pisës në Itali, thot ka më urrënu, leje thot se kjo nuk ka më rëndësi për ne, dhe kalon në pasusin tjetër të ja lexu gazetën. Nalë thot, edhe një herë lexo ma qëta që ma lexo. Dhe ai fillon me ja lexu se ka probleme se deri në fund. Dhe fillon me kajt hoxha. Ai çuditet çka ka hoxha që tash po ka. Ne me ka folim për një kull në Pisa të Italisë, e cila është një prej mrekullive, është pak si e shtremt. Dhe është e çuditshme pse gravitacioni i tokës ende se ka rrezu për tokë. Pse po çon? Allah i thot, andër e kom pas, mos po don Allahu Teala mu qel rama me ran dorë të muslimanëve, e une andër e kom pas me hyp përmi atë kull e me thirr ezanin. Andër e kom pas. Edhe fillon me qajt prej tute se kamera e kam ju prish andra. Kësa i thut arabish himmetul alije. Me qenë me aspirata të mdhaje. E qëfar aspirata kanë muslimanët tanë? Ku janë aspiratat e muslimanëve tanë? Nësa, kër i ofronin poste, ky i refuzonte të gjitha ato poste të dunjas dhe luste Allahun Taala. Dhe vete kam dëgju në inqizim këto fjalët e tia, të thanë, po më ofrohen poste, por unë për lusë Allahun Taala, o Zot, ma jep postin ti në ditën e gjykimit me xhennet, dhe merr ma shpirtin tim të qenë sejdë të lartësu madhnim tënde. Dhe kështu edhe i vjen përfundimi, subhanallah, mbas lutjes që e ka ba. Dhe ende sot e kësaj dite qarkullon duaja e tij për internet, duaja e ba me prej minberit të xhamisë. E kur Allahu Taala e bën momentin që ai me vdek, pastrohet, lahet, i vesh teshat më të mira në ditën e xumë, dhe zbashku me djemtë e vet shkon me fal namazin e xumas dhe në sejdë Allahu Taala ja merr shpirtin e këtij davetçiut të madh. Qysh keni jetu, ashtu keni me vdek, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam. Neve çfarë jetese jemi të bë? Neve çfarë synime kemi në jetën tonë? Vazhdimisht synimet tona janë të larta që të fitojmë pozita të dunjas, e jo pozita tek Allahu Taala. Andaj burrat e mëdhaj janë bë pasi që janë lartësu para syve para madhnisë Allahut Taala. Sot neve jemi njerëz që synojmë lartësimin ton para syve të njerëzve, edhe nëse është në ndam të nënçmimit fjalës Allahut Taala. Sa herë që ti mundohesh me lartësu fjalën Allahut Taala, ta din se Allahu ka me të lartësu para syve edhe të armiqve tu, jo vetëm miqve tu dhe vëllezërve tu. Dhe sa herë që ti mundohesh me anashkalu dhe me përbuz fjalën Allahut, ta din se Allahu ka me të përbuz dhe me të nënçmu edhe para miqve tu, edhe para armiqve tu. E lusim Allahun Taala inshallah që të kemi një përfundim të mirë. Allahu Taala na mundsof që të kemi vepra të mira, që të kemi inshallah fjalë dhe punë të hajrit, dhe inshallah që të jemi për haps të hajrit tek të tjerët. Kur mos u bën pesimist, kur mos u dëshpëron familjet tona dhe gjendjen e tyre, kur mos u dëshpëron me gjendjen e shoqërisë në cilën jetojmë. Vazhdimisht mundu me qenë pishtar ndriçues për të tjerët dhe lut Allahun Taala që Allahu edhe ne të na udhëzoj dhe të na bëj të qëndrueshëm pa lohatshëm besimin ton dhe që të kemi inshallah përfundimin ton të mirë, po inshallah Allahu ja jep përfundimin e tillë edhe vëllezërve dhe motrave tona kudo qofshin ata.
Lusë Allah Ta'ala dhe ju që ishit bashkë me ne, që Allah të na i ketë falë mëkatet tona, dhe inshallah na bashkoje bashkë me pejgambert Allah Ta'ala, dhe bashkë me këta shembuj që i dham sonte këtu. Këta janë vetëm një pikë ndet të shembujve të shumë që gjejmë në për librat islam, të përfundimit të mirë të muslimanëve të mirë. Allah na bëft tillë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.